Një operacion I përbashkët me SPAK dhe autoriteteve antimafia italiane ka çuar në shkatërrimin e një grupi të dyshuar kriminal, të përfshirë në trafik droge dhe pastrim parash. Në qendër të hetimeve qëndrojnë Igli Kamberi dhe Ergys Kastrati, të konsideruar si figurat kryesore të grupit. Sipas hetimeve ndërkombëtare, Kamberi dyshohet si drejtuesi një rrjeti të përfshirë në pastrimin e parave dhe aktivitete kriminale në Itali, përfshirë vrasjen e një 24 vjeçari berber në Itali, ruajtjen e 24 kg lëndë narkotike në një garazh në Barleta dhe posedimin e 11 kg kokainë të sekuestruar më herët. Ndërkohë, Ergys Kastrati, I njohur edhe me nofkën Bishja, rezultonte në kërkim ndërkombëtar prej rreth 2 vitesh nga autoritetet shqiptare dhe italiane. Ai është arrestuar në një rezidencë luksoze pranë zonës së Tegut në Tiranë. Në kuadër të operacionit, gjykata e posaçme, me kërkesë të SPAK, ka vendosur sekuestrimin e 23 pasurive, me vlerë disa milion euro, që përfshin 4 biznese, 10 llogari bankare, 8 automjete, rreth 680.000 euro kesh të sekuestruara. Një pjesë e konsiderueshme e pasurive figuron në emër të personave të tretë, mes tyre edhe individ ende pa lidhje të qartë të provuar me grupin. Hetimet tregojnë se aktiviteti I dyshuar I grupit shtrihej në disa qytete të vendit, nga jugu në veri, përmes bizneseve në ndërtim, qira automjetesh dhe sektor të tjerë, të përdorur sipas SPAK për qarkullimin dhe pastrimin e parave. Mes pasurive të sekuestruara, rezultojnë edhe biznesi I qiradhënies së makinave Auto Rent and Sell Albania, një restorant në Kashar në emër të Kamberit, disa kompani ndërtimi dhe llogari bankare në emër të familjarëve dhe personave të lidhur.